Ivica Dačić është përgjegjës për krime lufte, vrasje masive, përdhunime dhe duhet sillet para drejtësisë, para një tribunali për krime lufte. Very, very proud, representing today a country from which brave soldiers, women and men. Never again will we, together with our allies, stand defenseless. We have allies and we are capable of defending our country and citizens against this aggression. Po ju drejtohem juve, deputetëve të PDK-s. Korrupsioni nuk është pikje e jona dhe ky realitet i hidhur i qytetarëve të Republikës Kosovës ka kërkuar zgjidhjen e tij në rezultatin e 14 shkurtit të këtij viti. Qeveria jonë është zgjedhur me mandatin për të luftuar krimin dhe korrupsionin e instaluar më së shumti nga ju në këtë vend. Jo vetëm edhe nga të tjerë, por më së shumti nga ju, Partia Demokratike e Kosovës. Kjo është pika 1. Kjo është narrativa juaj. Ju jeni përgjegjës për instalimin e korrupsionit dhe është narrativa jonë luftimi i këtij korrupsioni dhe sigurimi i barazisë i vendeve të punës për qytetarët e Republikës Kosovës. E vërteta i bën mirë gjithkujt. E vërteta është e domosdoshme për të dalë nga gropa në cilin keni hyrë.